Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, ndërkohë që sonte do të flasim me një figurë tjetër nga ajo që ne jemi mësuar t'i kemi në këtë edicion. Është Melita Ymeraga, sipërmarrëse. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Elvana, faleminderit për ftesën. Kënaqësi me të pas në këtë emision, si je në këtë të shtunë? Mirë shumë, si e shtuna. Faleminderit shumë, kënaqësi me qenë pranë teje, një vajzë e fuqishme. Faleminderit shumë, e thash që një figurë tjetër nga ajo që ne jemi mësuar me i pas në këtë emision, sepse zakonisht nuk kemi pasur sipërmarrëse, nuk kemi pasur gra të cilat janë të inkuadruara në biznes dhe atë shumë të suksesshëm siç është kompania Melita and Partners. Tregona pak për kompaninë, por edhe për veten tënde. Faleminderit Elvan, unë mendoj që gratë janë gjitha të njëjta në fusha tjera tjetës, ndërsa profesioni është ajo që na bën me dallu, edhe unë e kom zgjedh këtë rrugë. Jo shumë të lehtë, me shumë sfida, sidomos në Kosovë, ku e dim që ambienti me bë biznes është i vështirë, nëse je grua aq më tepër, po e bëj me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi edhe rezultatet nuk kanë mungu. Përndryshe, unë kam lindë në Gjakovë, jam 50 vjeçare, jam nën e 3 fëmijëve. Nuk dukesh dhe këtë merre si kompliment. Faleminderit, faleminderit. Jam grua e një burri shumë përkrahës, mbështetës, pa të cilin s'kisha mujt me arrit këtu ku jam. Edhe gjithçka kemi ndërtu, ka qenë bashk. Mirë po, normalisht ideja me i shty gjanat përpara në këtë drejtim profesionit ka qenë e imja, sepse unë e kom trashëgu profesionin. Unë kam lind Gjakovë edhe jam bi kontabilisti, jam rrit me numra, me letra, me në atë kohë që është punu. Edhe në vitin 95, tashmë 30 vite pothuajse, babi im i ndjer pat një sulm kardiak edhe ndroi jetë. Edhe unë isha studente e vitit dytë e fakultetit ekonomik në atë kohë, edhe mu dasht me vazhdu vetëm, me marrë punën që e ka bo babi, po pa e ditë çfarë përgjegjësi pa marrë, edhe pse kisha zgjedha drejtim. Edhe koha ecte, unë punën e kryja, po nuk është që kisha një bazë të fortë profesionale. Vitet e 90 ai dim gjithë si ka qenë edhe shkollimi atëherë, edukimi nëpër shtëpia. Mirë po, vazhdova, edhe që ka qenë shumë interesant, përparësia jam e konkurruese në atë kohë u bo një software i cili vit sa kishte dalë në treg, vitet e 90-ta, një software lokal, që unë fillova ta përdori, edhe pastaj në këtë mënyrë, me dijen që fitova, fillova me bashkëpunu me kontabilista që ishin profesionist, po që se kishin anën e teknologjisë. Edhe që prej atëherë ajo u bo pasioni im. Kështu që unë sot biznesin që e kam, ka të bëj me ndryshimin e perceptimit se si kuptohet profesioni kontabilistit, jo me u pasi diçka vish për do letra, për do deklarime tatimore, po në fakt me u pasi partneri kryesor i zhvillimit një biznesi. Edhe pas shumë, si me thonë, rrugtimesh në fushat e ndryshme të profesionit, kom punu tek sektori OJQ-ve, tek thesarin qeveri, tek agjencia privatizimit, pastaj vendosa në vitin 2010 filloj vetë. Kështu që biznesi jonë tashmë është 15 vjetë bëhet këtë verë, e ka te kalu feminin edhe kadal e ka marrë këtë forme në pjekunis, edhe po shkon shumë mirë. Mirë, neve na gëzon fakti kur kemi gratë të cilat guxojnë, pavarësisht faktit e përmendet edhe ju që nuk është e lehtë të jesh sipërmarrëse në Kosovë, as më tepër kur i takon gjinisë femërore, por ja që ju keni guxuar. Po ajo që ka më intereson është si ka qenë Melita kur ka qenë fëmijë. Zakonisht në këtë emision unë i rikthej të gjitha në retrospektiv, kështu që e ke pasur këtë ëndër që një ditë të jesh sipërmarrëse apo ke pasur ide krejt tjera kur ke qenë fëmijë? Më përshkruajnë si shumë lasdrojk, si shumë kreative, si gjithmonë me do takat në altat nanës, me do farë muzika, me do vallëzime. Po, si duket ato kanë qenë tiparet, ku unë kom pas dëshirë me qenë ndryshe, nuk e di. Mirë po, gjithmonë, ajo që kam ka vequ, edhe vazhdon me më vequ, që marë përgjithësi. Si pa vedije, dhe me thonë aty ku është kërku me unë ndihmu dikush, unë gjithmonë jom konë. Edhe e kom bo me shumë dëshirë, me shumë vullnet, pa e mendu gjatë. Edhe
ashtu kam vepru edhe kur ka vdek babi, se unë në familje jam fëmiu më i vogël, jemi 3 fëmijë, një vëlla dhe një motër dhe unë. Mirë po, ja që une kesh gati edhe vazhdova vllaun atë ko ishte student. Kështu që si fëmijë kanë qenë shumë e gjallë, më ka pëlqy me hongër shumë, me lujt shumë, edhe karakteristikë që ende e kam një jetë, tipar është me u zgju tepër herët, Wow. edhe me fjetë shumë herët. U zakonisht zgjona në ora 5. Këtu e pas kemi një dallim esencial, sepse nuk zgjohem dot herët. Jo, ato e Para orës 8 për mu nuk nis dita. Po edhe 8 nuk është shumë vonë, në krahasim me tash 3 ca po flejnë, mirë po mëngjesin e kam si diçka që jam shumë produktive në mëngjes, qoftë nga obligimet e shtëpisë, qoftë punës, edhe e shfrytëzoj diqysh e gjej edhe një kohë për veten. E atë tipare kom vazhdu edhe kam edhe sot. Ndërkohë që sa i përket anës profesionit ka ndryshuar, apo gjithmonë ke dashur me qenë kjo që je sot? Në fakt Me trashëgu profesionin e babit, me pas po, një kompani të nden, apo ke mendu dikur që do jesh ndonjë jurise, ku ta di, doktoreshe, gjëra të tilla? Të qenit gru ndërmarrse, apo në përgjithësi, ndërmarrësia i bjen që gjithmonë don me bëj gjanat më mirë. Edhe në fakt unë edhe pse e mora profesionin e ekonomistit e të kontabilistit, unë prap e kom punu në form tjetër. Edhe atë synoj ta bëj në vazhdimsi, do të thotë kompania është Melita & Partners për Kosovë, po tash e kemi themelu një brand të ri, se problemin që e kam unë është rutina. Nuk e du rutinën, edhe dyqysh gjithmonë jo mundu me bo gjana të cilat vinë në një form tjetër, i shtojnë vlerë kushdo cilat do qofta ja punë. E kam, po më shtin me thoni ndër temën që e dim veç vajza ime, kena lonë në tardhmen me shiqu mundësin me bo bashk, po ja që po e shpalos këtu. Gjithmonë kom pas qef me u marrë me biznes prodhus, se më duket që është kremi i të banit biznes, se ngërthen në vete shumë kompleksitete, edhe ajo që kemi zgjedhë ne me bo, është me qep këmisha, edhe me qep veshje për gratë në biznes. Dhe me thëmë veshje profesionale zyrtare. Ndërsa vajzën e kam tash në studime jashtë, edhe e kemi si ide që ta realizojmë. Një ide tjetër që më ka dështu. Unë klientja e parë aty. Me shumë knaqësi. Si person që i vesh shumë veshjet zyrtare, unë klientja e parë për këti momenti. Me shumë knaqësi, edhe në fakt kër e diskutonim, është që ta marim me Somotion. Tash, ti ende je e rej, po unë isha prej vetit. Pse jo, adhen, me e provu edhe na atë pjesën e modelizmit. Po, ideja është që profesioni është njëra anë, mirë po aja që akum kuptu gjatë rrugtimit është që nëse dënë me bo gjana ndryshe dhe ma mirë, atëherë gjithmonë ka ide dhe ka mundësi. Përkundër ambientit që ka njëherë nuk është shumë përkras, po prapë se prapë rruga gjindet. Natyrisht gjithmonë. Cilat kanë qenë sfidat, Melita? Se kam përshtypjen që gjatë këtij rrugtimi keni hasur edhe në sfida të ndryshme. Sfidat, unë menoj që i shoqërojnë krejt njerëz në jetë. Veç varet që shishe Elvanti, ato e din ma mirë se krejt në jetë, kemi model. Këm pas sfida mas parit të aspektit, do të thëtë vitet e 90-ta që e përmenda kanë qenë sfida për këdo, po si rezultat unë i lash studimet në gjysëm, i lash studimet në vitin e tretë, për t'ju kthy pastaj si nanë e 2 fëmijëve. Edhe ajo ka qenë sfida më e madhe për mu, sepse për një vit kom udhëtu nga Gjakova në Prishtinë, djalin e kom pas 5 vjeçar, vajzën e kom pas 1 vjeçare. Edhe plus shtunave me ardhë për ligjerata edhe për me përfundu fakultetin, sepse kjo ndërlidh kem me një farë licence që na e kemi si profesionist, kontabilist i certifikum apo auditor, edhe ndjekja unë atë kualifikim, po që kur e përfundova pa fakultet nuk munda nuk isha mundësi, po me vazhdu tutje edhe më desht me ju këti fakultetit. Në ndërkohë, edhe ne jemi sfidu si familje shumë rrafshin shëndetësor. E kom pas një sfidë ku jemi detyru me mbyll biznesin edhe me u konsolidu qoftë financiarisht, qoftë me ndrisht. Në Buri ka pas një sfidë shëndetësore, pastaj unë e kom pas një sfidë shëndetësore. Nashta me fol pak ma shumë për veten, po kretë këto jo më përfundu në mënyrë fatlume. A mundesh me nda me neve qëfar sfida? Patjetër. Po çka ku mësu prej këtë në sfidave është që veç më shelja faqen
edhe vazhdo tutje. Nisi kapitullin e ri. Arbeni ka bo transplant veshke në vitin 2014. Edhe vllau vet ka qenë donator. Edhe kjo ka qenë sfida parë. Aty e kem pas mbyll biznesin për 1-3 muaj. Fëmijët kanë qenë këtu, ne ishim në Turqi, po u kry shumë mirë. Ndërsa unë para 5 vitesh keni mëngjes shumë i bukur. Edhe u rregullova, u ndreqa ashtu si ka një herë për qefi, që thjesht je pak ma e disponume edhe shkova te një salon aty në lagje me u fenirate dhe ajo frizerka i pat syte për lotën. Unë për thëmë thash, çka ka ndodh? Filanja, tha se ato e kishim si të lagjes, tha ishtë diagnostifiku me kancer gjinit. Edhe tha se di u preka shumë edhe tash na e vazhdonim bisedën. Aty për aty vendosa edhe unë me bo një mamografi se ka qenë tetori, ka qenë muaj i ndërgjithësimit. Po. Edhe do të thotë unë prej salonet e feniratën e rregullume edhe po shkoj në mamografi. As nuk po lajmërona në punë, që ashtu më erë thash masi veç e vendosa ta bëj këtë termen. Edhe kur shkoj aty, po më thotë mjeku tha, po ta bëj edhe një eho të gjandrës tiroide, pase nana ime i kishte 10 muaj që kishte ndru jetë. Edhe si pasojë një metastaze për shkak të një karcinome në tiroide. Edhe kur e bajona, po më tha Melit, tha urgjent dush me u operu unë. Thash lepre. Hajgara, jo, thash, si më të po hajgare, tha po duna me ta japë që të lajmë, tha po, adin qka, tha, peloj me kaq për sot, tha, shko ktheho në shpi një herë, tha, dhe hajde me Arbeni, me bashkëshortin. Thash, sa serioze është, tha, po dush me operu, pa diskutim. Thash, po sa shpejt duna me vendos, tha, me mujtje. Wow. Okej. Edhe unë u ktheva në punë, shkova në zyre. Edhe po vazhdojnë, e kisha një takim të rëndësishëm, edhe krym punë. Edhe pitëm Arbeni, thash, në ora 7 na pret doktor Biçaku, thash edhe kemi më shku qështu. Edhe kjo ka qenë sfida tjetër e radhës që do me thonë më desht më shumë urgjencë me kry, po mas 6 dite e më kthym punë. Edhe kom vazhdu si kur ma parë, shumë ma e fort, shumë me dasht jetën, edhe me vazhdu me ecë. Edhe ja dole me luftu. Po, ja ku jam. Janë po 5 vite. Wow. Melita, në fakt, është një histori që unë nuk e pas kam ditur. E para më vjen keq për gjithë rrjedhën për cilën keni kaluar me bashkëshortin, sepse sfidat shëndetësore i di ndoshta më mirë se kushdo tjetër, por e dyta, jam shumë e lumtur që të kam këtu sonte përballë, edhe që e ndave këtë histori të jashtëzakonshme me mua dhe me dëgjuesit tanë. Kjo tregon se sa e fortë është një grua atëherë kur do të jetë e fortë. Kështu që ndoshta gjitha këto mesazhe që i dhe sado që të dhimbshme, sado që të dyja jemi mbushur në lot, janë mesazhe për fuqinë e të gjitha atyre që janë duke kaluar të njëjtën sfidë. Kështu që vetmja gjë besoj që duhet bëjmë është mos dorëzohemi. Po pajtona plotësisht, në fakt unë mendoj që këto janë të dhurata. Do me thonë që nëse na vendosim me i te kalojmë edhe shijojmë shumë a shumë pjesën tjetër. Natyrisht, ja dim vlerën më shumë pjesës tjetër të jetës. Melita, shpejt kaluan 10 minutat e para të bisedës sonë, po të shotë për lotër, më vjen keq nuk ishte kjo ideja. Gjithsesi edhe njerë të falenderoj që hap tazi shprehja edhe sfidat e tua më të jashtëzakonshme se sa sfidat në biznes, por që konsideroj se të kanë bërë të fortë, definitivisht edhe sot ndoshta di më mirë t'ja dalësh në jetë. Sigurisht, shife njeri, jetën dush me pasi një mundësi, gjitha ditë dush me pasi një mundësi me po diçka të mirë për veten, për rrethin, për shoqërinë, për familjen, edhe me shërby si model. Natyrisht. Tash njeri e zgjedh atë mënyrën që don me jetu jetën, po gjithmonë kom besu edhe besoj që qoftë edhe në biznes, kur në një ambient dikush kur e kom thonë, më ka pa ndoshta edhe si naive, po unë shumë besoj në sinqeritet, shumë besoj në empati, me ndihmu dikon, me angjit dorën, me përkra një trej, edhe gjithmonë kom thonë që ma shumë
merr se sa jep. Natyrisht. Qofshin këto programet e mentorimit, qofshin thjesht një trajtim pak ma për te asaj se çka je i thirrur me bë, i një klienti, i një gruje, i një nane, edhe në fund ditës që ajo na ka bo që me jetu me vlera njerëzore edhe me shiju ma shumë qatë rrugtimin që ke zgjedh. Natyrisht, unë nuk do t'i shtoj as një pikë, as një presje gjithë kësaj që e that. Është koha që të nisim këtë emision me një pikë muzikore për t'u relaksuar pak edhe për dalë nga emocionet që na kapluan edhe për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos e ndroni kanalin e Radio Kosovës, sepse pas pak Melita Ymeraga do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj nga e kaluara deri tek e ardhmja. Ta shohim Melit çka thon kartat pastaj pas këngës. Okay. Rikthehemi pas pak. Të dashur dëgjues, jemi rikthyer sërish në studio, po ju shoqëron emisioni Hynesha me ju jam unë Elvana Shala, e sonte përballë me është Melita Ymeraga, e cila tashmë është gati të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. Të parën s'pe marr, ha? Cilën të duash? Është e jotja. Ma jep ta lexoj? Fal. Melita, si do t'ju përshkruanin miqt dhe kolegët tuaj kur bëhet fjalë për intelektualizmin tuaj? Hajde, ta kanë thënë ndonjëherë si të përshkruaj? Për te asaj që kur ke qenë fëmijë tha që të kanë përshkru si Tash kjo çapkën e pak. Tash shumë vështirë me tregu në si më përshkruajnë kolegët, po ka prej atyne që ju dukna shumë e vështirë në fillim. Ka prej atyne që ju dukna shumë e ndihshme edhe shumë e Melankolike. Po, mirë po, në përgjithësi, për çka nifna me kolegë është, edhe me klient kisha me thonë, bilet paktën që ato që na e kanë transmetu ata vetë është korektësia. Shumë shpesh na ndodh me shku për te asaj për çka jemi të angazhum, qoftë në punë, qoftë me kolegë, apo me marrë shumë ma shumë kohë me sqaru një detyrë, apo një nevojë, apo një punë. Mirë po, që ajo na ka rezultu në ma shumë punë, në ma shumë besim, në ma shumë harmoni. Kështu që në korektësia po edhe që jam kërkuese. Natyrisht, kjo nuk vihet Jam në dyshim, kërkuese. sepse duhet kërkosh për ta pasur suksesin që e ke sot. Unë gjithmonë mundona me arsyetu që kërkesa ka të bëj me ata që klienti me qenë i kënaqur, mirë po njëkohësisht kërkesa ka të bëj edhe me zhvillimin e vetë kolegëve që i kemi në ekip, sepse njëri prej këtyre kërkesave edhe Natyrisht, po nevojave për te asaj që zhvillohet. kërkon, kam përshtypjen që edhe jep nga vetja, edhe në cilësinë e punës. Ë, Kështu që këtu bëhet ndonjë balancë ndoshta. Po tash është shumë individuale, Elvan, varet kush është ajo ana tjetër. Sado që mundohem me qenë tradhu me njerëz me të njëjtën mendësi, ka njëherë edhe ne s'ja qëllojmë, apo ka njëherë edhe dikush tjetër mendon që vjen me një ambient krejt tjetër edhe perceptimi është thjesht qysh e sheh edhe qysh e gjen veten. Për me jap, mendoj që jap shumë, nashta veç me tërheq një paralele, për shembull, ajo që kemi vendosur shumë vite më parë ka qenë programet e ndryshme të trajnimeve brenda për brenda, edhe të mentorimeve brenda për brenda, sepse dia mendoj që kur shpërndahet rritet, edhe që ashtu fuqizohem të gjithë. Një tjetër send që e kemi bo, ka qenë sigurimi shëndetësor, edhe pse pjesa më e madhe e ekipit janë shumë të ri, po prej përvojave që i tregum personale pak ma herët që i ndajta, mendoj që sigurimi shëndetësor, edhe pse s'ka qenë obligim ligjor i joni, është diçka që ishtan shumë vlerë. Kemi bu plot herë aktivitete të ndryshme brenda për brenda, përfshirë edhe ato të mirëqenjes. E kemi pas disa sesione në zyre mentor Dida, është një djalë i ri që punon shumë për mendimin pozitiv. Tash ai nuk është në Kosovë. E që është shumë e nevojshme në këto ditë. Po, saktësisht. Kështu që jemi mundu me bo një ambient pak ma përkrahës edhe të përshtatshëm. Mirë po, kjo nuk do të thotë që puna duhet me qenë në rend dytë. Do të thotë gjithmonë puna dhe zhvillimi personal është në rendin e parë, edhe me përmbyll nashta këtë pyetje me një thanje, unë ju them, kudo që shkoni kryte merrni me veti. Dhe me thonë dia është për juve. Mirë po, është shumë kënaqësi me
me përkraj ekipin mu zhvillu përpara, nga njerë mundet mjë do ke vështirë në momentin, po më vonë kur reflektojnë edhe kur nalen e mendojnë është që zhvillimi është sendi kryesor, që qëtin zhvillimi personal, që qëtin me hecë përpara. Edhe si shoqëri, natyrisht. Çka thotë tashmë në këtë pikë? Zgjedhë një kartë nga e kuqja. Hajde që pa marrë të parën. Hajde. Si ndiheni kur dikush ju kritikon? Si ndiheni kur kritikoheni? Kritikën përgjithësi si duket është natyra njerëzore që nuk e pranon kështu me të parën mirë, pak më vështirë, po zakonisht reflektoj. Do me thonë, po thuj se në baza ditore nalna edhe mendoj, ka një herë edhe shkruj, mirë po zakonisht e bëj gjatë ecjes apo gjatë një aktiviteti që jam me veten, me reflektu nëse dikush më ka kritiku, pse më ka kritiku, edhe shka muj me bo për mu përmisu. Shumë besoj në përmisimin e vazhdushëm, bile tash janë ka mësoj shumë edhe prej fëmijëve të me, qoftë për qasen me gjeneratat e reja, qoftë për trendet e fundit, qoftë për teknologjin, kështu që kritika e fundit ke, që tash një ditë e pyeta djalin për disa suplemente, tha nan, ullu ledzo. Edhe ta se ku mendu që qëto gjana i din, thash, okej, me ven, po ullna po ledzoj edhe masane i bashkëbisedojmë, kush ku e ka dhe e ka mirë dhe qka duhet me bo për më përmisu tutje. Po në këtë rast Melita, kritikon shpesh, je kritikuese? Apo më rezervuar? Kam pikdopt, mendoj që nga një herë edhe duhet me u ballafaqu me situatat e vështira, se ato kontribuojnë ma shumë, se sa nëse thjesht rezervohesh për një kritik. Pse po e them këte, se ajo kur tash kritikën na varet që shiqasemi, mirë po që ato bisedat e vështira kur po shtyhen, edhe po palohet ajo paknasia, pastaj po mundet me u kthy diçka tjetër në një vendim nashta të ngutshëm, i cili kishte pas mundësi me u evitu nëse ishin ulje dhe kishin folën. Në shumë besoj që njerëzit e pjekun, tritun, sa do të vështira me qenë diskutimet munden me gjetë zgjidhjen e sa është interesi dyanshëm. Natyrisht, po besoj që ka edhe të atill që i ikin diskutimeve, i ikin përballjeve. Si ishe Melita këta persona? Se mund të këtë më ka ndodhur shpesh. Po edhe vetë gjej vetën plot herë, nga që lidhna me dikon pak ma shumë, edhe diqysh mendoj që nuk është e qëllimshme ose se ka për shembull kapacitetin me gjyku një situatë, apo me kry një punë, apo me vlerësu, ndeshna edhe vetë në ato situata, po në përgjithësi kisha rekomandu të gjithë që diskutimet sa ma të hapuna janë shumë ma të shëndetshme dhe ma të mira, edhe i bojnë, si me thonë, mirë se cilës palë. Pa diskutim edhe gjithmonë e kam thënë që komunikimi është baza e gjithë shkaje, kështu që konsideroj që pa një komunikim të qetë të mirëfillt nuk mund të shkojmë përpara, ose truhem çfarë do lloj miqësie qoftë ajo, ose partneriteti. Pajtona plotësisht, mirë po shqyqyr që gjeneratat e reja po kanë mundësi me bo një komunikim pak ma të. Po janë më të hapur. Janë më të hapur, edhe ka një trend pozitiv në këtë drejtim. Për ndryshe, du me thonë edhe një gjatë tjetër, që është shumë vije holl e komunikimit matun edhe ati komunikimit me thonë shka veç e kinë mendja, se nga njëherë duhet me ja gjetë momentin kur me thonë atë fjallin e duhun, e që jam të evrejt tek trit, që nga njëherë edhe nuk janë shumë të matun në komunikimin e tyne. Ka njëherë pa dashje, nuk po di me gjetë fjallin e duhun, nuk po du me tinglu keq, po ndodhin edhe shumë shprehje jo të këndshme, apo jo të mira, apo jo të momentit të duhun, e të cilat thjesht është veç pjesa apo mënyra që shënë mësu me u shprej. Kështu që edhe këtu ka shumë për të përmirësuar. Komunikimi shumë pak mësohet, po menoj edhe në shkollë, edhe në universitet. Edhe në familje, edhe si tendencë, familja gjithmonë tenton me jap të drejtë fëmijëve, pa nga njëherë edhe ku nuk duhet. Ashta bazat e shnoshat komunikimit. Gjithsesi dhe jo këtë thonë që gjithçka rrjedh prej familjes. Po. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund?
Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë ju lodh fizikisht apo emocionalisht në lidhje me temën që po diskutoni? Si mendoni se do të rifitoni ekuilibrin? Ne folëm për shumë tema për gjatë 10 minutësh të parë para këngës dhe hapjes së dy kartave. Kur i mendon krejt këto, çka të lodh më shumë ti fizikisht edhe emocionalisht? Emocionalisht më lodh jo sinqeriteti, ato s'moj me përballu hiç. Për ndryshe fizikisht nuk më lodh kur gjë, edhe pse si gru është tepër e vështirë me najt karshit gjitha obligimeve që i kem. Une e thash jam nane 3 fëmijëve, mirë po na po jemi krejt të barabart deri në ora 5-6 e mandej në shtëpi është ai ndrimi tjetër ku gratë gjithmonë kanë ende punë. Përgjithësi më shumë, mirë po fizikisht nuk më lodh. Thjesht padrejtësinat edhe jo sinqeriteti janë diçka që nuk muj mi duru edhe aja qasja jonë sikur kemi të drejtë ti për e ke gjithçka. shumë letë. Po. Letë për ty, ti jem biznes tonin, kujt kemi japti llogari. Në fakt, nëse nalet dikush edhe mendon përgjithësia jonë është tepër më e madhe se na kemi zgjedh një rrugë me sfida, na kemi zgjedh një rrugë e cila s'ka orar, s'ka siguri, i ka krejt sfidat e mundshme, qoftë teknologjike, qoftë resurseve njerëzore, qoftë me qenë konkurrent në treg, e që i bjen që ti thjesht truni nuk t'nalet. Mirë po, ajo është rruga që i kom zgjedhën. Edhe, shka së më pëlqen heq, është me më thonë gjyna, po më vjen gjyna. Me të pasit gjyna. Viktimizimi, ato më doket që nuk është tipar që kisha pas dëshirë me pas dikon afër, që të shem me atë sy. Me atë sy. Këtu pajtohem plotësisht, sepse e till jam edhe vetë, por besoj që ju ke tregu të gjithve që Melita nuk ka nevojë të shihet si gjuna pavarësisht krejt sfidave që mund t'i ketë pasur në jetë, qoftë në biznes, qoftë në jetën shëndetësore, dhe ky është mesazh i mirë për secilin besoj. Kam përshtypjen që nuk ka njeri që të shesi të tillë. Faleminderit. Se nuk ja ke dhënë atë përshtypje. Melit, shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si je në këtë moment. Shumë mirë, Elvan, po knaqna, një intervistë ndryshe, mas pak ti po folit për punë, po folim përgjithësi qish po ndina si gru, qoftë në biznes, qoftë si non, qoftë në shoqëri, shumë mirë. Edhe ne po e kemi kënaqësinë me të njoft për te asaj, Melitës ndërmarrëse, që ne e kemi njohur dhe shumë intervistave tjera që ti kemi parë, por sonte vërtet në një stad komplet tjetër. Është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që mos e ndroni kanalin sepse vim pas pak me raundin e dytë. Me së dashur të Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish me ju, po ju shoqëron emisioni Hynesha, tash është koha e raundit të dytë. Melita e gati. Hajde, po Zgjidhe një kartë nga e kaluara, po shkon me të mesit Melita. Moj Melit. Një pyetje shumë e shkurt, po shumë e thellë. Si e sheh të kaluarën e saj, Melita? Të kaluarën time e shoh si një fëmijëri shumë të bukur. E rritun me shumë dashni. E rritun në një kohë ku ka pas harmoni familjare, familja jo veç e ngushtë, po e gjanë. Ku s'jon kon këto telashe, dhe me thonë, unë kam linë vitin 74, s'ka pas vështirësi në kuptimin e një mirëqenje sociale, dhe ajo ka reflektu. Kur flasim për të kaluamën, si vetëm periudha e shkollimit është ajo që më ngelet merak, sepse nuk e kemi pas as shkollimin e mesëm, as shkollimin universitar si i ka hije një studenti. Dhe unë s'jam ndalë, unë edhe kom magjistru, nane 3 fëmijëve kam qenë kur kam magjistru në një program që ka qenë pas orarit të punës, që ka lyp shumë për kushtim, mirë po kënaqësia nuk ka qenë. Kënaqësia që është duhet një me përjetu jetën studentore. Nuk ka qenë. Edhe kjo është nëse kthehem mrapa, kjo është ajo periudha që më dha më shumë, mos flasim për luftën, edhe për jetimet që i kem pas në luftë. Mirë po, në përgjithësi, një fëmijëri dhe një rini shumë e përmbushur, e shëndosh, shumë e përmbushur si gru, si nanë, edhe A do të ndryshoje diçka Melit nëse kthehesh me analizu edhe me mendu
në të kaluarën tënde, sikur të kishe mundësinë të ndroje diçka ose të bëje diçka më ndryshe. Çka do të ishte ajo? Shumë shpesh marr pjesë në panele në diskutime të ndryshme për gratë në biznes. Edhe unë jam shumë e vetëdijshme për ambientin në Kosovë, që gruaja edhe vajzat e reja nuk përkrahen shumë nga familja. Nuk ndina mirë kur tham që unë si kom përjetu këto gjana. Unë kom jetu në Kosovë, është e vërtet edhe na kanë prek në një formë ose tjetrën, po jo të tilla sikur për shembull unë si 18 vjeçare më njëherë kom shku me marr patentin e lejen e vozitjes. E kom pas lirinë me vendos disa gjana vetë që kur u shpërngula në Prishtinë me jetu, befasohesha si ka mundësi që disa gjana qaq bazike mos me pas një vajzë e re të drejtë me vendos për veten e saj. Tash nuk e di si ka ndodhur kjo, po ja që unë i kom pas çato liri dhe çato drejta dhe sigurisht këto më kanë ndihmu mu formsu që me marr vendime vet. Marrja vendimeve vet nuk vjen gjithmonë me ato lehtësinë, aty ka edhe pasojat, po ja që unë kom pas fat ose kom kalu mirë edhe që do të thotë me lit, nuk do të ndryshoje diçka nga e kaluara. Jo, jam shumë okay me gjithçka. Mirë po, normalisht kanë qenë sfidat kanë qenë bajagit mëdha sepse veç me e tregu për shembull skakun që e përmenda apo certifikimin si kontabiliste, unë atë kohë kisha veç djalin, 1 vjeç e gjys, edhe veç për me ilustru për dëgjust, vetëm çizme sa s'ja veshja. Të thotë edhe jakën e dimrit edhe me lon gati në gjumë, se unë u theja prej Gjakovës në Prishtinë, pastaj me u kthy mrapa, me shku në punë, edhe me shku në shtëpi me një fëmijë të vogël 1 vjeç e gjys, kush është me obligimet e shtëpisë, po kjo nuk më ka ndalë përkundrazi një sfidë të i kalune ka qenë motiv për të tjera. Jam shumë e lumtur për deri këtu. Natyrisht. Çka thot e tashmja në këtë pikë, si dhe një kartë? Të kuqen. Tashmja. Të kuqen. Dhe ke plot arsye për që e lumtur me gjithçka që ke tani, marr parasysh edhe të kaluarën tënde të shëndosh që ke pas. Pyetja thot, në çfarë situatash në jetën tuaj jeni ndier e humbur dhe e çorientuar, si ka ndodhur? Situata parë ka qenë kur e kom humbur babin. Atë thjesht nuk kom ditë çfarë drejtimi ka me pas jeta. Normalisht e kisha nënën, e kisha vllahun, po jam kon që i ka babit. Si të gjitha, besoj. Prap emocione tash. Situata tjetër ka qenë ajo në Stamboll. Thjesht nuk kom ditë çish ka me qenë ardhmja. Nuk kujtoj situata tjera. Po, këto kanë qenë, ndërsa do sfida tjera që t'i kthehem pak vendimeve që kanë rezultu me shumë sukses. Ka qenë vendimi mos me shku në Amerikë. Sigurisht krejt kanë me u befasu qysh sukses edhe mos me shku në Amerikë. Me jetu. Gjatë luftës kemi pas mundësi edhe i patëm kryt gjitha ato intervistat, nashta mes qarru për dëgjus, ne ishim Tiranë si refugjat, edhe nga Tirana ka qenë shumë vështirë me shku në Amerikë, edhe vendosëm me kalu në Maqedoni, edhe prej Maqedonisë, prej Dibrës, me kalu në Amerikë. I krym gjitha intervistat, u konorzum në xhami, edhe u kthim Kosovë. Pse po e konsideroj sukses, është se gjithmonë kom besu që njeri kur dan, ma shumë ka sukses në ato vende ku janë zhvillume se sa në vendet zhvillume, është ajo shpreha që thojnë ma mirë i parin ka tonë se i mramin shehër. Edhe u kthym, ne sot kemi një biznes që është një me thonë ashtu një model i biznesit amerikan që operojmë Kosovë, ofrojmë shërbime në Amerikë. Çka ju shtyu me litë që të mos shkoni, që të hiqni dorë nga ëndra amerikane? Në fakt unë se kom pas ëndër asnjëherë. Thuhet që është ëndër amerikane. Thuhet për çato edhe unë po konsideroj fat që s'kam shku se sigurisht kishim ngel atje.
Unë e menoj që ëndra njëri e bën vetë edhe e realizon atë jetën e vetë në vendin ku është në mënyrën se si e sheh. Në Amerikë, sigurisht shumë të ri muj me realizu ëndrën e vetë, mirë po, kur jatë, unë e vajzën e kom tash në Amerikë, edhe kur jatë sigurisht që ka me të duk vetja që e i humpun, kështu që jo gjithmonë arritjet profesionale ose materiale janë ato që na bojnë gjithmonë me qenë të plotësum. Natyrisht. E ndërsa këtu, unë kom arrit me qenë edhe plotësume edhe me Edhe me qenë afër familjes edhe në vendin sigurisht. Kështu që pa diskutim, në momentin që ja kom dëgju zanin nanën e kisha lënë vetëm luftë. Edhe kom kuptu që është gjallë është nosh, atëherë unë i pata thonë Albini, thashë në luftë nuk t'lash që thash, unë u ktheva, po kemi qenë dy të njëjtit mendim edhe jemi kthy me njëherë. Mirë, konsideroj që është dhe ka qenë natyrisht vendimi i drejtë për aq kohë sa nuk e keni ndier se duhet ta lëshoni Kosovën. Se në fund të ditës shpeshherë duhet dëgjojmë pak edhe zërin e brendshëm që na flet brenda nesh. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë round? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për të cilin do të punoni, cilat zakone negative duhet të hiqni dorë për të arritur atë dhe si do ta bëni këtë. Cili është qëllimi yt në një të ardhmen shumë të afërt, qoftë personal, qoftë profesional, për cilin do të punosh, dhe a ke ndonjë zakon negativ prej cilit duhet të heqësh dorë për të arritur atë? Është shumë momenti qëllum për këtë pyetje, se po du me nda me dëgjus. Një përvoj, rishtas jam kthy në palestër. Edhe arsyeja pse u ktheva në palestër është, sigurisht herën tjetër kanë më pa shumë ma mirë, nëse e kam rastin me lvon, po ma hit me tjetër. Po, pa ta shtu shumë në peshë, edhe dyqysh ja nisa mu një komod shumë, me qatë gjendjen të me ndërprem ecin në ngrëmije, ndërprem vrapin, si duket edhe kjo meso mosha, edhe në një farë comfort zone comfort zone, edhe gjithmonë të gjeta arsyetime, të hongër baklava, të hongër ambëlsina, edhe këtë gjendje kom përjetu para 15 viteve kër e kom lënë cigaren, e kom pi, bajegi shumë duhanin edhe pa ta shtu shumë pesh kër e lash, edhe tash. Po tash kisha gjithmonë arsyetime tjera. Edhe shkova një ditë në palestër me u regjistru edhe thash pja filloj. Se mo merë dhe këto, mas vitit ri kjo, sikur këto New Year resolution që i qesim gjithmonë, objektivat, edhe po më thot ajo trajnerja, tha, me ditë po më vjen keq, tha, po veç në ora 8 jam e lirë. Thash, jo, në ora 8 është shumë vonë, se unë duna me shkum punë, thash, prej orës 6 ose e fundit ora 7. Ma vonë nuk ka mundësi. Tha, ju valla po më vjen keq, tha, vish nëse vjen ora 5:30 mëngjes. Wow. Edhe une prej frikës që po dal pa u regjistru edhe prap po vazhdon që e gjendje, thash, po vi, a del ti? Tha, po dal. Edhe unë kom hynë mujnë e dytë, që zgjona në 4:45 mëngjesit. Wow. Edhe në 5 bona gati edhe nisna për me fillu ushtrimet, kështu që për mua është tash gjysa ditës. Okej. Edhe jam të tentu që me e bo mënyrë tjetesës. Për shkak se nuk është veç dukja, edhe qëta po du me e transmetu. Kom pasën e krejt jetën time këto lohatjet e peshës, sikur gjitha gratë që lindin fëmijë sidomos. Mirë po, asnjëherë nuk kom arrit Elvan me bo stil jetese. Gjithmonë kom thonë, okay, këtë herë kur ti arrit qëllimet, mos ka kthim mbrapa. Me qenë se i pas ke përmbush 2 muaj, konsiderojmë që jenë që aty. Sfida po është mas 6 muaje, se po do këtë që u kry, i arritet qëllimet. Edhe këtë herë jam zotu, sepse që kjo mosh është kur ja e lëshon vetën krejt, ja vendos me luftu dhe pak edhe me mbajt, kështu që kisha me përmbledh nashta që po du me e regullu këtë tipar, të keq që më pat kriju, edhe e dyta gja, çka jam të mendu është, jam të mendu për pleqni, që shumë pak e bojmë, synim e kam që
kur t'i bëj 55 vite, me pas një ide të qartë, çka du me boa 10 vjeçarin tjetër, jo që du mu pensionu, asnjëherë. Mirë po, me fillu pak punën, me delegu ma shumë, edhe me bo ekip rreth vetës ku thjesht muj m'ju besu punën në mënyrë që me u tërhek pak prej operacioneve. Kjo nuk do të thotë që Melita apo do me dalë në pension, për kuntrazi, po jemi tu zhvillu me shërbime dhe jashtë Kosovës, kemi fillu me punu në tregun Amerikan, edhe po du me u marë me zhvillim të tregut atje, sepse... Mirë, po çka është e rëndësishme Melita, të dim qëllimet tona edhe në një afat më të gjatë. E vërtet. Kohor, dhe kjo është mesazhi i cilin ti po e përçon. Po e përçoj edhe si diçka që duhet me mendu pleqnin, jo si diçka të keqe, po si diçka të strukturume, të mendume në mënyrë që thjesht me shiu pak më shumë. Absolutisht. Dhe dashur shpejt përfundoj edhe raundi i dytë i hapjes së kartave, tash folëm krejt për perspektiva të tjera. Shkur dua të pyes, cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë sonte vetëm për ty në valët e Radio Kosovës, meqense është koha që sërish të rikthehemi muzikës e më pas vim me raundin e fundit. Tash në kizon ngusht Elvan, a mund me zgjedh zhanrin apo... Çfarë do s'ka lidhje. Okej, atëherë besoj nuk është sekret, unë jam me origjinë gjakovare dhe ne jemi rrit me muzikën popullore, edhe kisha dasht, më pëlqen shumë kënga Elbasani Bukur. Elbasani Bukur, të cili do këngëtar apo? Po, s'ka cilin do verzion. Mirë, do të luz deskun e muzikës që dëgjojmë bashkë Elbasani Bukur e më pas kthehemi me raundin e tretë dhe të fundit. Kemi dëgjuar kështu bashkë Elbasani Bukur, vetëm për dëshirën e hyneshës sime për sonte Melita Ymeraga, e cila po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. E njohëm në etapa të ndryshme, në përplasje të ndryshme të jetës së saj, nga një familje e bukur tek sfidat shëndetësore, tek sfidat e biznesit, ndërkohë që do të shohim tani ku do të na dërgojnë kartat dhe në cilat etapa. Je gati? Gati. Hajde me një të kaluar. Çfarë ndjenja është të pakëndshme keni zakonisht për atë që diskutuat? Kur e kujton të kaluarën tënde? Çfarë ndjenja është pakëndshme të sill? S'kisha thonë të pakëndshme, po kisha thonë shumë emocion. Kështu që thjesht krejt diskutimi edhe sfidat normalisht ke dukshme që ngjallën emocione, po këto i kthejnë në të mirë. Jo në të keq, për ndryshe jo, as në ndjenje pakëndshme, shumë rehat. Për ndryshe emocionet janë shumë njerëzore dhe unë të doja që shumicën e figurave publike të shihja në emocionet të tilla, jo për ndonjë arsye tjetër, për te asaj për t'ju treguar secilit që edhe ne jemi njerëz, edhe që na shohin në ekrane ose në foto ose ku e diun në përparaqitjet tona të ndryshme publike, mbi të gjithat jemi njerëz, dim edhe ne të çojmë, të qeshim, të bëhemi nervoz, kështu që është totalisht normale që të shprehim emocionet e nganjëherë ndoshta edhe ndjenjat e pakëndshme që na karakterizojnë për jetën tonë të kaluar. Pajtona plotësisht Elvan, pajtona mirë, po s'kisha me thonë e pakëndshme, po kisha me thonë që në formatin pak më ndryshe, kështu që po. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjedhë një kartë. Hajde tashme të para drejt fundit. Në pranimin e vështirësive me të cilat përballemi në jetë, zakonisht kalojmë në përfazat e mëposhtme. Nën A mohimi, nën B zemrimi, nën C dekurajimi, nën D pranimi dhe nën E veprimi. Mendoni për vështirësinë që keni aktualisht, në çfarë faze jeni? Vështirësia aktuale ke kjo që tregova për me u kthy ushtrimeve, mirë po e konsideroj që ato pak e kam konsolidu. Pra pa kamerës më tregon mandej shmehi edhe unë këtë tret. Këtë që të faza i kam kalu, njerë të thonë jo besë, mira, masanej dëshprim, masanej thjesht veprim. Mirë po du me ndo me ndëgjust edhe një qasje tjetër që e kam pas me punë me jashtë. Ka pas mbi 3-4 vite që ne synane me ofru shërbime jashtë, edhe me temën unë mendojsha që jemi të i marrë krejt masat edhe jemi shumë gati për me ofru shërbime jashtë, sepse mu duke qaq i perfeksionum shërbime. Kur isha në një konferencë në Amerikë, e pash që marketingun e keme pikë të dopt, sepse si kontabilist ma shumë fokusohem të ofrimi shërbimit se sa të marketingu, edhe njëherë me të vërtetu dëshprova, me vite e më hajsha, mirë po ndërmora masa, angazhum konsulent ma eminent, e bom një farplani edhe kemi fillu tash me
e realizua dhe ju kemi qas në mënyrë kështu shumë profesionale, edhe ka dhonë rezultatet e para. Mesazhi i kësaj është që nganjëherë neve na duket që po i bëjmë gjanat edhe po e bëjmë më të mirën prej vetes, po kur po tërhiqesh edhe po angazhon njerëz profesionist në punët e veta, atëherë rezultati po vrehet. Është i dukshëm. Kështu që do të thotë edhe në këtë pikë keni kaluar në për të gjitha këto faza dhe aktualisht jeni në veprim. Pra jeni duke vepruar. Jemi në veprim, mirë po jemi fare në fillim, po sidoqoftë na i kemi kalu këto faza shumë e vërtet. Edhe në fakt secili i kalon shumë shpesh këto faza, veç varet sa don me e pranu. Shumë e vërtet. Çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? E bukur, sigurisht. Në lidhje me 2 kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë lloji ndryshimi nuk e dëshironi? Çfarë po bëni për ta parandaluar atë? Çfarë ndryshimi nuk e dëshiron tek vetja Melita dhe çka po bën për ta parandaluar? Çka s'du me ndryshu është kjo energjia dhe dëshira për me punu shumë. Mirë po, mos me qenë shumë e involvune në operacionet ditore të kompanisë, po me shumë në aspekte zhvillimore. Po sidoqoftë, këtë dëshirën për me mësu gjana të reja, me i bo punë të ma mirë, me i shtu vlerë ma shumë, këta nuk e ndroj me kur gjo, se në fund ditës për mu që ajo është që ma në gjallë. Natyrisht, a mendon se do ta kesh edhe shumë gjatë këtë lloj energjie? Unë kam përshtypjen që po, janë disa njerëz që të njëjtën energji e kanë edhe në moshën 70 vjeçare. Kjo varet prej neve, se në fund ditës krejt është te mendja, edhe ajo na komandon krejtve. Për aq sa unë muj me rujt mendjen edhe me drejtu që me mendu pozitivisht edhe me menu për gjana të reja, atëherë unë mendoj që po. Disa herë gjatë emisionit e përmendëm mendimin pozitiv dhe faktin që gjithçka ka të bëjë me çështjet mendore dhe emocionale, që shumë e vërtet. Po më intereson me ditë Melita sa i kushton rëndësi kësaj pjese. Kërkon këshilla nga profesionistë të ndryshëm shëndetësor për gjendjen emocionale apo ja del flet vet me veten? Shëndetësor jo, nuk kam pas rast. Me thënë drejtën jo, pse nuk i kisha konsideru si kur të kisha pas nevoj, po jo, çka më ka ndihmu shumë ka qenë ecja natyrë. Edhe këto e kemi bo ndër vite, edhe ka qenë si një terapi, kisha me thonë, qoftë për hallet e dertet e sfidat familjare, qoftë biznesore, edhe mendoj që ajo ka qenë çelësi i suksesit, natyra, edhe me kanë e rrethon vetën. Shumë e rëndësishme me kanë rrethohesh, kështu që unë kam pas fatin gjithmonë me qenë rrethume me gra, mas parin familje mu përkra shumë prej një burri shumë përkras, edhe me ndje hapur, po edhe shoqërinë edhe ambientin e punës me qenë rrethume me njerëz pozitiv. Njerëz të tipareve të ngjashme, kështu që s'ka ka me majt. Mirë, Melita, dhe mesazhet e jashtëzakonshme brenda reshtash edhe të gjitha hapjes së kartave që ne i bëm në 3 raunde. Ky është fundi i këtij momentumit. Tash tregom si po ndihesh edhe cili është reflektimi yt mbi veten tënde. Shumë mirë. Faleminderit për këtë këto pyetje dhe mundësinë me ju rikthy fëminisë deri në të ardhmen. Tepër mirë, shumë e relaksume edhe shumë kënaqësi me qenë përballë teje, një gru, një vajzë shumë e fortë, kështu që edhe kjo është një momenti ku më bën mundi ende më mirë. Faleminderit shumë, unë kisha nderin edhe kënaqësinë e veçantë me të pas në këtë emision. Faleminderit.